Të dashurit e mi, po filloj me atë që njëri nga ulemat e mëdhej të Islamit, Jusuf el-Qaradawi, Allahu e mëshirov, thot, gjëja e sigurt për të cilën nuk ka asnjë kundërshtim në të dhe që duhet të njihet domosdoshmërisht nga feja është se mësimet e Kuranit se mësimet e Kuranit të tërat janë të detyrueshme për të zbatuar. Mësimet e Kuranit të tërat janë të detyrueshme për të zbatu. Nuk është, ndoshta kjo nuk po m'hy ka mua në punë, nuk qenë ka për mu, bën edhe pa të gjitha mësimet e Kur'anit janë të detyrueshme për ne për të zbatuar. Pa marrë parasysh se si quhen ato, shpirtërore apo lëndore. Shpesh, mësimet apo mesazhet e Kur'anit shpirtërore shumë ma let i perceptojmë, i akceptojmë, shumë ma let po i marrëmi dhe po mundohemi me i praktikuën. Mirë po mësimet e tjera lëndore, jo edhe aq sa nuk po jemi të gatshëm për t'i marrë. Edhe mësimet për punën, për dynjan, për përkushtimin ndaj kësaj bote, për familjen, për shoqëri, për muslimane, për jo musliman, nuk po jemi edhe aq të gatshëm për t'i marrë. Dashurit e mi, qysh është termin me fal namazin, termin është edhe kur ti premtojsh dikujt se në këtë kohë do dal apo këtë amanet do ta kry. Sikur është termin obligueshmëri namazi, njëjtën kohë do ta marrmi si obligueshmëri edhe punën, aktivitetin dhe gjallërinë edhe për këtë dynja. Sikur kemi obligim për t'i kryer ndaj Zotit xhaleshanu disa obligime, kemi obligime edhe ndaj familjes, ndaj bashortës, fëmijëve, prindërve dhe shoqërisë dhe njerëzve në përgjithësi. Kështu që nuk guxojmë t'i ndajmë udhëzimet apo urdhnat e Zotit xhaleshanuhu wa xhalla xhelaluhu, ose të konsiderohen prej çështjeve fetare apo çështjeve të dynjas. Ta bëjmë një klasifikim. Këto janë çështje fetare, ndërsa këto tjerat janë të dynjas. Këto janë të ahiretit. Jo, dashurit e mi. Urdhni i Zotit, sikur për këtë dynja, sikur për ahiret, është i njëjtë. Sikur çështje fetare, sikur çështje jo fetare, është i njëjtë. Dhe ai urdhën don zbatim, don konkretizim, don pranim, don zbadushmëri. Ose të kenë lidhje me jetën e individit, apo të kenë lidhje me jetën e shoqërisë. Këto pas kanë lidhje me çështjen e individëve, po e zbatojmë. Kurse kjo për shoqërinë nuk po e zbatojmë. Të dashurit e mi, obligimet, urdhni i Zotit Dhul Xhelal nuk guxon të parcializohet, nuk guxon të selektohet, nuk guxon të anashkalohet. Mirë po, sikur për individin, sikur për shoqërinë, madame është urdhër i Zotit xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu, duhet me njëherë të gjej zbatim tek ne. Dashurit e mi, kjo pika shumë e ndërlikume, sa që edhe një pjesë e jona nuk po jemi edhe aq të përgatitur për këtë zbatueshmëri. Nuk po jemi edhe aq të përgatitur. Për këtë vjen kjo xhuma dhe e marrmi këtë mesazh shumë të madh që na u duhet, urdhni i Zotit duhet të zbatohet, pa marrë parasysh ai flet individit apo shoqërisë, a janë mësime fetare apo janë çështje jo fetare, a janë çështje të dynjas apo janë çështje të ahiretit, të gjitha duhet me gjetë zbatueshmëri dhe pranueshmëri tek ne. Për të vazhduar me pikën e dytë,
puna e njerëzve të dynjas është e çuditshme. Dofreja në argëtohen, ndërsa kaderi është shumë serioz me ta. Puna e njerëzve të dynjas është shumë interesant. Dëshirojnë të dëfrehen, të lujnë, të udhtojnë, të shetisin, që të gjitha janë të pranueshme dhe në një farforme janë edhe të kërkueshme nga Zoti xhaleshanuhu. Mirë, po duke mos e harru kur një herë Zotin dhe kaderin e tina. Shpesh, ndoshta dikush pa vetdije e kundërshton, po unë kesh në gjendjen ma të mirën, pse më ndodhën, do thot kjo. Me një fjalë kjo na jep me kuptu që kudo që të udhtojmë, çkado që të veprojmë, gjithmonë të jemi të përgatitur për kaderin e Zotit xhaleshanuhu e xhalla xhalalu. Gjithmonë të jemi të përgatitur për ta. Harrojmë se çdo grimse punëve tona do të llogaritët. A jemi në piknik, a jemi në punë, a jemi në familje, a jemi në punë private apo shtetërore, a kemi punën tonë personale apo punojmë për dikën, për çdo lëvizje, fjali, veprim tonin do të japë një llogari para të Madhit Allah xhaleshanuhu e xhalla xhalalu. Për këtë arsye obligohemi që ta rregullojmë vetveten tonë, perceptimin ton, të menduarit ton, sepse nëse nuk na shef syni i të madhit, syni i njerëzve, na shef syni i të madhit Allah xhaleshanuhu e xhalla xhalaluhu. Ditët që Allahu do të ringjallë të gjithë, Zoti Dhul Xhelal e ka përmend në Kur'anin famadh në kaptinën El Mujadala, në ajetin me numër 6 thotë: ditën që Allahu do t'i ringjallë të gjithë, do t'i njoftoj për të. Për çdo lëvizje, për çdo mendim, për çdo veprim, Zoti Dhul Xhelal do t'na njofton, sepse dy melajkët shkruajnë, dhe nesër kur do ta marrmi librin e veprave tona, jemi mësu me lexu libra të tjerëve. Mirë, po me lexu librin e veprave tona, bukur vështirë është. Bukur vështirë është. Sikur që një njeri që ndoshta i ka bo 30 vite që man ditor, edhe shumë mirë bën. Këta njerëz do të çmohen, do të nderohen dhe do të respektohen, që mbajnë ditar personal. Kur ti lexon para 30 viteve apo para 15 viteve disa veprime që i ka bërë, shpesh do të thotë: ah, sikur mos ta kisha bërë, ah, sikur ta për ndë punë, sikur ta kisha rrit vollumin e këtyre punëve, e do thotë gjëra të ngjajshme. Allahu a ka përllogaritur e ata kanë harruar. Allahu për çdo gjë është dëshmitar. Allahu e ka përllogarit e ata kanë harru. Një pjesë e jona shumë gjëra i kemi harrua dhe do t'i harrojmë edhe nuk i kuptojmë. Për këtë dashurit e mi, Muhammed Mutawalli Esharavi, një anë i dietarëve të mëdhej të Islamit, thotë, do të befasoj diçka. Ka më të befasu diçka, të cilën e ke kërku nga Allahu, që në kohë të largëta, ndoshta e ke harruar, por Allahu nuk e ka harru asnjëherë. Shpesh nga njëherë befasohemi, kur na vin disa gjëra nga Zoti xhaleshanuhu e xhalla xhalaluhu, jemi të befasum. Ama për këtë e kemi lutë Zotin xhaleshanuhu e xhalla xhalaluhu një ditë. Ne harrojmë atë kërkesë, po Allahu Dhul Xhelal nuk harron asnjëherë. Dhe e gjejmë veten të befasum, sepse na ka ardhur një mirë e madhe, një befasie këndshme, ka ardhur një rizgjem i mendjes, i fizikut, i familjes tonë, ka ardhur një diell që është duke na shëndrit për çdo ditë, është hap një derë e madhe e mundësive tona, është ardhur një gamë e njerëzve
të cilët po tregohen të kujdesshëm, të respektueshëm dhe krah për ty dhe për mua, po habitemi krejt nga kjo. O, një ditë herët e kemi lutë Zotin Gjeleshanu e Gjelalu për këto gjëra. Mirë, po ne kemi harru, e Allahu Dhul Gjelal nuk harron dhe është duke na i dhuru. Edhe sot që je zgjunë mëngjes dhe të ka kaplu një e mirë, e ti e ke gjetë vetën ndoshta të befasum, është duaja jote, prindërve t'juje, punës tane, e veprës tane, që një ditë do thotë e ke bërë. Mirë, po Allahu Dhul Gjelal tash i ka ardhur koha caktimi për më ta dhuruan. Për këtë është thotë shumë e frikshme që njerëzit për kohën e sodit kur flet, thotë është shumë e frikshme që njerëzit kaq ignorant e kanë ndikimin e madh të një pjesë e masës. Është më habit me këtë, edhe na sot për çdo ditë çuditmi. Njeri ignorant, plot mllef, plot inati, plot urrëtie, plot nërskamza, plot tradhtira, plot dallavere, plot probleme që i ka shkaktuar njerëzis, plot kokçarje, plot antivlera që i ka servuan shoqërisë dhe që vazhdon ndoshta me i servu shoqërisë, ka ndikim. Është e habitshme kjo që një njeri i cili është plot vlera nuk e ka atë ndikim. Arsyeja, dashurit e mi, se edhe njerëzit që po bartin vlera nuk janë duke i vlerësu vlerat. Mirë, po janë duke i vlerësu njerëzit të cilët e kanë gjepin plot. Është i posën, nuk është me rëndësia vlera antivlera, u kry do thot puna. Ka një post, e une muj me pas një dit me më fat prej tina, nuk më interesan vlera apo antivlera. Bart, diçka që masa ka nevoj për të, nuk i interesan fare heq, a ka vlera apo antivlera. E fetar, ne domi me u kanë shumë ma mendje hapër, shumë ma mendje ndritur, shumë dashamirës për dynja, mas pari për vete, për familje, për feje, për adhe, me dit nga kush me marë këshillën. Një njeri që për çdo ditë antivlerat e tina janë publiku, vetëm që ka marrë një post, vetëm që ka një pasuni, do thot na me ndëru edhe me janë dëgju emnin apo fjalimin e tina të kotë, vallaj nuk na ka hije, dashurit e mi. Për këtë, fetari pasunin më të madhe, e ka besimin e pastërt në Zot. Postin më të madh, e ka pasunin, imanin në zemrën e tina. Nivelin më të lartë, e ka parimin e Zotit Gjeleshanu e Gjelalu. Dhe nga këto parime, ne nuk duhemi me u larguën asnjëherë. Për këtë, dashurit e mi, ne jemi ato gardiant e besimit edhe identitetit ton, edhe fetar edhe kombëtar. Besoni që nga ligjëratat në botën islame, me shiqyshmëri dhe ndëgjushmëri më të madhe që ka qenë në vitin 2025, ka qenë fjalimi i një hoxhës të Jordanit, i cili ka folë për familjen. Dhe kur e spjegon familjen, që është bebza e syrit ton, që është ajka, oaza, qeliza, gëzimi, foleja, i yni dhe i të ardhmës ton, nga fjallët e Zotit që i ka paraqit profetit Muhammed a.s. të dietarëve të ndritur, e ka paraqitën vlerën dhe pozitën e familjes shqiptare. Se çfarë nderi, çfarë reputacioni, çfarë vlere ka familja të shqiptarët. I ka dhënë leksion krejt botës islame familja shqiptare.
dhe na ka bërë krenar në krejt botën islame. Miliona miliarda për vlerën që e kanë shqiptarët në familje dhe për familje. Më ka bërë shumë përshtypja i fjalem bashkë për ditët e sotit sot, kur të ne ka fillu me uzbej familja. Për kushtimin ndaj familjes nuk është më në atë pozitë cilën e kemi pasën. Dashnia, kontributi për familje nuk është më në atë shkallë që e kemi pasën. Vetëm nëse ju është shonë nana, apo ju është keq përdor emni nanës, apo i motrës, shqiptari ka qenë në gjendje gjithë shka me bon, vetëm me rujtën, krenarin, identitetin, personalitetin, kredibilitetin, pozitën e nanës, të motrës, bashkëshortës të ne. Kurse sot të disa është ndodhe kundërta, ndoshta po gjejmë për mos me të kundërtën e këtyre fjalëve. Dashurit e me, a kemi ndjen, a kemi besim, a kemi identitet, a na ka hub xhelozia krejt, a nuk jemi duke pasën kur farë ndjenje për familje, apo jemi duke e quen me shit dikon familjen vetëm për me trashën gjepin ton, për me ngopën barkun ton. Jemi duke ekspozuen. Kjo është një pikë që kemi ardhen jo e mirë. Jo e mirë, dashurit e mi. Për këtë ende ne ju thujmë atyve, ende, edhe me emnin e Zotit kemi me rinjallë edhe më shumë, me rikëthyat forcën e familjes shqiptare, muslimane që ka egzistu në këtë troje. Kemi shumë familje të ndershme, kemi shumë familje të moralshme, kemi 95% jemi të këtil, e nuk po dojmë aja tjetra përqindja e vogël me na infektu neve dhe me u marë për modele dhe për mostër. Model duhet mirët familja e moralshme, familja organizushme, familja punëtore, familja intelektuale, familja që sakrifikon e ka sakrifiku për vlerat kombëtare dhe fetare. Këto familje duhet me ja ekspozu trive dhe trejave tona. Jo familje që na e fusin në dyshim të kalumën ton dhe të ardhmën ton. Të dashurit e mi, sprovat, fatkeqësit, e cilat na shqetëson edhe na shqetësojnë është se përbërja e familjes në Evropë po transferohet me shpejtësi tek ne dhe se mirësjellja ndaj prindërve dhe lidhjeve farefisnore gati po shndrohet vetëm në kujtime. Na dhem kjo që një fotografi dhe një kultur e familjeve jo shqiptare, evropiane, po vjen tek ne. Na e kem përparim, merre urtësinë të mirën nga çdo kush, po kur mos e ndro me tonën, se jona është më e mira. Ne nuk jemi kundër asnjë kombësie apo feje, mirë po na jemi shumë fanatik ndaj besimit ton edhe ndaj kombit ton. Na nuk e nënvlerësojmë asnjë familjet, asnjë nacionalitetit, mirë po na e fuqizojmë dhe e bindëmi umetin, popullin tim, se ma e mira është e jona. Aty ku ndëgjohet zëri prindit, aty ku ka kënaqësi dhe harmonie, lumturi në familje, aty ku shqehemi në një tavolin të bukës, aty ku me harmoni dhe me dashuri i bëjmë punët e tona, ne po dëshirojmë me kultivu, me mbajt edhe me u krenu me ta. E jo më në mbetën, apo më në u shëndru pobe për para, e kanë respektu babën shumë edhe nanën. Pse për para? Edhe sot shqiptari e nderon dhe respekton babën edhe nanën. Edhe sot shqiptari e nderon edhe respekton motrën edhe hallën.
Edhe sot shqiptari e nderon edhe e respekton bashkëshortën. Edhe sot shqiptari e nderon edhe e respekton vajzën. Edhe sot e po kem dëshirë që na me u aservu tjerve edhe me u bo gom shpëtuse. Shoqëritë e tjera për çdo ditë po fundosen në këtë pikë. Shoqëria jonë është gom shpëtuse për të tjerët. Edhe mbrenda shoqërisë tonë, aty ku ka fillu shkatrimi i familjes, ka fillu nga aty kur kanë fillu ata me nënçmu dhe me nënvlerësuan traditën tonë kombëtare dhe fetare. Aty ka fillu me u shkatruan. Aty ku ka fe, aty ku ka element kombëtar, familja të na është e fuqishme. Aty ku po dojnë me bo jetën si Big Brother, aty mati u shkatru familja. Mati u shkatru, do thot familja. Mati u shkatru familja. Për këtë dashurit e me, jo më në mbet për kushtimi jo ndaj familjes, veç kujtime dhe histori ka qenë. Jo, ka qenë, është edhe me emnin e Zotit Xhaleshanuhu do t'jetë. Të dashurit e me, Muhammed el-Ghazali, janë nga ulemat e mëdhej të islamit, thot populli i cili importon çdo gjë, nga gjilpëra deri te raketat, nuk ka për triumfu asnjëherë kurr. Një popull që vetëm importon, e nuk punon, e nuk krijon, e nuk zbulon, mirë po është rob i të tjerve, i pritjeve të tjerve, ai popull kur asnjëherë nuk ka me mujtën me fituan. Për këtë kjo niset nga personat, nga ne individët. Çka të bëju nëse individ? Nëse tregohem unë gjithmonë i dopt, i pafuqishëm, gjithmonë i dopt dhe i pafuqishëm kime mbet. Po nëse e bind veten se unë e mundem, kam kapacitet, kam elan, energji, edhe intelektuale, edhe shpirtërore, edhe fizike, t'jeni të bindur se do t'ja dalëm. Amo në moment kur thu, po kjo jam ma i fort se unë jam ma i dopt, a? Jo, nuk mujna as gjatë, thot me banë. Mandje, importi, edhe nëse bëhet për shkaqe të ndryshme, a i përsëri janë shkak i dopsijës. Çfarë du shkaku? Thushti për çet shkak e kumbo importin. Përsëri tregon se ti je i dopt. Sepse ti i adërzon veten tënde dikujt tjetër. Edhe te aspekti kulturor, edhe i besimit, nëse ne fillojmë me thonë, su kur kanë fillu pak, në Evropë pak ma mirë, ata ma të kulturum. Kush be ma të kulturum? Ma të kulturum se na shqiptarta? Valla, bilat Allah, qaj që e thot është gabim. Kur nuk ka mundësi një Evropian më konë ma i kulturum se shqiptari. Po shqiptari dhe më të ndëgju 5 orë, edhe më të ndërhyn fjali. Ku kanë be ata dërim më të ndëgjube? Po shqiptari është në gjendje me sakrifiku çdo gjë. Mirë, po mos me nxjerr kur në treg çështjen familjare. Kur se qëtë në pazar familjen shqiptari. Kur? Hiq. Na kemi tradit në këtë pikë dhe në këtë çështje. Për këtë, populli i cili nuk prodhon, thot armën e tij, ai nuk zotëron lirin e përdorimit të atyre armëve. Edhe t'i japin, edhe s'ta japin lirin për me përdorën. Kjo është edhe më herona. Edhe me pasën, edhe nuk guxon me qelë gojen, kjo është edhe më heronë. Arsyeja, dashurit e mi, arsyeja është se na dojmë më bo zot e vetvetes. Se kur nuk jemi zot e vetvetes, na qesin kur dojnë, jo kur dojmë. Na qesin çka dojnë, jo çka dojmë. E kur jemi zotët e vetvetes, na
i krym punët e tona ato që janë të nevojshme, do thot për neve. Të dashurit e mi, thot, feja ka për qëllim t'i udhëzoj njerëzit, jo t'i sfidoj njerëzit. Ka njerë shpesh po përdorët feja si kur më na sfidu. Jo, mëre, feja është më na udhëzu. Për këtë arsye, ata dhe ato që flasin në emën të fejes, nuk duhet të paraqesin fejen si konkurrencë, por si një alternativ kuptim plote dhe orientuese për jetën njerëzore. Mos e paraqet fejen konkurrencë o burr. Na jemi ma shumë, ata janë ma pake. Neve në ka orë që kja e këtyve si u karke. Lene bre këtë sene ma. Nuk është feja me konkurru, do shërit e mi. Por feja ka orë për alternativ. Kur ti së një të mujtë me bëllë zgjidhje, feja ta ban qatë zgjidhje. Besimin Zot ta ban qatë zgjidhje. Kur ty si e të po dritë, feja ta dheza dritë. Edhe imami sa të po tash me zinin, a ka na i kush e thirë rezonin o burë. Ju kësha lut me thirë rezonin, do të thot dikush. Për këtë, feja ka ardhë alternativ. Sikur që të njëjtën ku, ka ardhë kuptim plote. Ka ardhë për orientim. Feja ka ardhë më na orientu për jetën e tonë të përgjithshme njerëzore. Për këtë ka ardhë feja. Sa bukur është kjo. Feja nuk është mi matë munskujt. Feja nuk është mu shty cili po folë ma shumë. Feja nuk është për atë valla që kjo e ka mush minutajën. Feja është me dhonë mesazh. Feja është më të dhonë mesazhin edhe miniher me futën në praktik. Feja është më na i rregullu mejdanin tonë, jetën tonë. Një fej që shërben vetëm për adhurim, me u drejtu ka kibla, Allahu Akbar. Këty e fetarve merr javë 4 tekbire se këta kanë dekën. Du të mi vërros, miniher. Feja është më na i ngjall dynjon tonë, dashurit e mi. Nëse përdoret në këtë formë, vërtet e kemi dhonën orientimin e mbar dhe orientimin e duhur. Për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thajke, si kur ta dinin ata që është ruajtur e përgatitur për ju, si kur ta dinin ata se të njëjtën kohë çka është përgatit dhe çka përuhet për ju në xhenet, nuk do të pikëlloheshit për atë që nuk ju është dhënë në këtë botë. Ka njerë feja sot feja po përdoret shpesh për ta përvetësu veç dynjon. Bile pikemi do fetar të mirë, veç nëse janë të përfitu në emën të fejes. S'përfiton, gojen se qilë. Gojen nuk e qilë. Bile pikemi disa fetar, sa kanë mirë ekonomikisht që të qëndrojnë, mashallah fetar të mirë. Qa ditë që biznisi nuk ju shkon mirë, ja ma nuk ishe në gjami, ja ma nuk ishe pjesë të aktiviteteve, ja, nuk ishe ma këto. Në moment që dikush ja ka prishat të rëzijën që ka posaj planët, nuk me dënë mo që i lumi Allah mi prishi këto plane, o burra. Ja, thot, këmi ka prishën, për i natit këtina mo, çdo sen është në gjendje me shkatru dhe me prishën. Jo, doshurit e me kështu. Për këtë, lloji më i bukur i furnizimit është kur efektet e vështërsis nuk janë të dukshme të ty. Lloji më i bukur i fetarizmit, cili është? Kur unë me gjitha vështërsit që i posedoj, të metat, problemet që mund t'i kem, ti hesh nuk i vrejnë. Edhe thu, po ky ka njeri ma i lumtur më burr, ma i fuqeshmi më burr. Ky do të më marrën për shembull. 100 probleme i kam, Kështu që një fetar që gjithmonë është viktim,
A merja 4 tekbire, ky ka dekën. Viktim e përdor vetën për më ngrit, për më hin qef tjerve, inshallah pak si gjëna. Këto që shitën gjëna nuk ka kur gjojsh. Feja janë bo fetor për shka se gjëna. Feja nuk është për gjëna qarë. Feja është për njerëz që dojnë me dashur Zotin, me besu ata, urdhën e tij me praktiku dhe me dhon shembullin më të mirë njerëzis. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil